Mirë, jemi rikthyer në studion e Start. Tani do të flasim për teknologjinë, për mënyrën se si të rinjtë shqiptare përdorin teknologjinë, por së pari do të nisemi nga një lajm i fundit, i cili padyshim që ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Bëhet fjalë për një humbje të interesit dhe konkretisht të përdoruesve të platformës X ose ndryshe siç e njohim ish Twitter. Se çfarë ka ndikuar tek kjo dhe nëse është thjesht diçka që i përket pikërisht ndryshimeve teknologjike dhe shijeve të rinjve apo edhe të përdoruesve të moshave të tjera apo lidhet edhe me një lloj rebelimi për shkak se Musk ishte një prej mbështetësve kryesor të presidentit Trump, do ta diskutojmë me të ftuarin që kam në studio në këtë momente, Silva Bashllari, Junior Data Scientist dhe Tech Community Builder. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Tani, Silva, ta nisim me arsyet pse Musk e bleu pikërisht Twitterin dhe e ktheu në platformën X për të shkuar dhe për të ndarë detajet e fundit lidhur me humbjen e këtyre 11 milion përdoruesve në Evropë konkretisht. Patjetër. Atëherë mund të ketë shumë arsye, sigurisht është e pamundur që ne të themi arsyen ose finalitetin që e bleu për këtë arsye. Por mund të shohim në disa trajta. Trajta që trajtohet më shumë është trajta politike. Pra, për motive politike, për të ndryshuar qasjen përkundrejt rregullave që rrjetet sociale vendosin ndaj dezinformimit. Por një trajt tjetër, trajta e biznesit, mendoj që është më interesante dhe më pak e diskutuar. Biznesi të dhënave është biznesi dominant, le të themi. Pra, është një nga bizneset më të fitimprurse dhe me biznesit të dhënave nënkuptoj ato kompani të cilat janë data-driven. Dhe data-driven në nivele gjigante të tipit Google, ish Facebook, pra tani Meta, e tjerë, Apple, dhe këto janë dhe po të shohësh kompanit më të pasura ose me më shumë të ardhura, janë pikërisht këto. Për këtë pasoj, Musk, si një biznesmen, që është në formën e tij primare, dhe pse tani së fundmi do të ndryshoj edhe profesionin, dhe kjo nuk i bën investitorët e tij shumë të lumtur, pikërisht edhe ai donte të ishte në biznesin e të dhënave. Dhe pavarësisht se Tesla merr goxha të dhëna nëpërmjet sensorëve etj. Gjithsesi nuk është e njëjta gjë si rrjetet sociale, ku ne kalojmë shumë kohë. Pse nuk është e njëjta gjë? Pra pse s'mund të bëhet një gjë që e bën me Teslën, në cilën ti përmend sensorët, por do t'i duhej pikërisht kjo platformë për të arritur të grumbullonte më shumë të dhëna. Patjetër, sepse, në radhë të parë, makinat të cilat përpiqet të dizenjojë Tesla nuk janë kudo. Domethënë, sigurisht janë jashtëzakonisht shumë të shpërndara, por nuk janë kudo. Rrjetet sociale janë kudo. Dhe me kudo duam të themi me një përqindje shumë më të lartë se sa kush ka kapacitet që të blejmë Teslën. Po ashtu, jo të gjitha makinat mbledhin të dhëna me sensorët e ndryshëm që kanë vendosur, por mund të jenë zakonisht të dhëna në lidhje me pozicionin e tyre gjeografik, në lidhje me trafikun në rrugë, etj. Që janë shumë të vlefshme nga ana monetare, që ti të parashikosh trafikun etj. Por jo është të vlefshme sa të dhënat e sjelljes njerëzore. Dhe pikërisht këto data-driven businesses lejojnë dhe krijojnë një fushi të re biznesi. Dhe cila është kjo fushi e re biznesi? Patjetër, kjo është pikërisht përsëri një hipotezë, siç ishte edhe arsyet e Muskut, dhe nuk mund të dimë atë finalitetin. Dhe ti e përmende edhe në fillim të bisedës që arsyet nuk mund t'i dimë plotësisht të gjitha që t'jenë të faktuara, por kemi mundësi që të hedhim hipoteza të ndryshme. Pikërisht. Dhe e njëjta gjë edhe në këtë rast, le të themi që nëse mund të konsiderojmë 3 fuqi më klasike të biznesit, nëse mund të quajmë të tilla. Pra, biznesi ka fuqi instrumentale, që do të thotë nëpërmjet lobimit, ai mund të ndryshojë përkursin politik. Pra, mundet që të loboj, të fuqizoj një kandidat të caktuar, siç ndodh shumë shpesh për shembull në SBA. Beson që pati këtë forcë Musku gjatë zgjedhjeve presidenciale? Padyshim. Dhe kjo nuk është një marrëdhënie përjashtuese mes këtyre fuqive të ndryshme të biznesit, mund të kesh një, mund të kesh dhe tjetrën. Pra, një është në një formë instrumentale dhe është pak më e drejtë për drejtë. Pra, ti lobon për kandidatin që ti preferon dhe patjetër që ti ke një fuqi politike në proceset politike që ndodhin. Nga ana tjetër, kemi një fuqi strukturale, pra për shkak se jetojmë në ekonomi që kanë forma të caktuara, sidomos bizneset e mëdha kanë një fuqi strukturale. Çfarë do të thotë kjo? Ti
punëson jashtëzakonisht shumë njerëz, për shembull Amazon, punëson jashtëzakonisht shumë njerëz. Nëse papritur Amazon vendos të zhvendoset nga ajo zonë të cilën është, si përgjigje e presionit për ndryshimin e rregullave në kushtet e punës, për shembull, atëherë rrezikon që të kesh një papunësi të lartë, sepse punësohet një seksion shumë i gjerë i popullatës. Përpasoj, ti ushtron fushë strukturale, pra nëpërmjet mekanizmave strukturor të mënyrës si është ndërtuar ekonomia, ti thua që nëse unë iki do kesh papunësi, çfarë do të bësh? Ose, nëse unë vendos të mos investoj më në zhvillime teknologjike, ti ushtron presion tek qeveritë që duan të jenë në linjat më të para të zhvillimeve teknologjike. E treta, pastaj pak më klasike, është një fushile të themi diskursive. Pra që ti nëpërmjet diskursit politik, ti je në gjendje që të impaktosh, që të ndryshosh trajtën që marrin gjërat, bizneset mund të dalin me slogane, jo vetëm me slogane, por mund të bëjnë goxha gjëra. Pastaj ka njerëz që argumentojnë që tani më kemi një fushi të re biznesi, e tillë është dhe Shoshana Zuboff. Ajo ka bërë librin e famshëm Kapitalizmi i survejancës, e inspiruar pikërisht nga sësia e lartë të dhënave dhe informacionet shumë granulare që kanë këto kompani për jetën e njerëzve. Dhe fuqinë ajo e ka quajtur instrumentariane, që në fakt ngatrohet pak me atë të parën, por ideja është e natyrës kaq shumë të personalizuar të informacionit që ne kemi mbi njerëzit. Ne nuk i kemi, fatkeqësisht, por i kam pikërisht ata që zotrojnë këto platforma. Do të bëj një pyetje të thjeshtë fare që besoj merr kuriozitetin e të gjithëve. E kam dëgjuar të thuhet shpeshherë që algoritmet janë të tilla që ne japim gjatë gjithë kohës informacion për veten. Edhe nëse nuk duam, jemi në një farë forme të cënuar se i përket informacioneve qoftë edhe sensitive për veten tonë. A është e vërtetë apo janë thjesht spekulime dhe hipoteza që po i nxjerrim ndoshta edhe ndonjëherë të friksuar prej zhvillimeve teknologjike? Ti flet me ChatGPT-n? Po, më ka ndodhur të flas me ChatGPT-n. Çfarë pyetje që bën ti ChatGPT-s? Zakonisht e pyes të më jap ndonjë këshill ose për ndonjë tematik mbi të cilën kam ndihmë apo nevojë për informacion. Pikërisht, kështu që ti je duke i dhënë informacione sensitive. Njerëzit mund të bëjnë pyetje mjekësore ChatGPT-s. Patjetër që ekziston potenciali teknik që ti të etiketohesh si një person që ka këtë problem në momentin që ti e pyet shpesh për atë problem. Unë nuk e di se si ata, do të thënë, nuk duam që të bëjmë remarks për mënyrën se si ata i procesojnë këto të dhëna, sepse supozohet që të jetë në akordancë me rregulla të ndryshme, shtete të ndryshme kanë rregulla të ndryshme. Në Europë është GDPR-i si regulatore, por dhe Shqipëria shpeshherë i ratifikon këto rregullatore pikërisht sepse është pjesë e programit tonë për të bashkuar Bashkimit Evropian. Por dyshimi ka lindur me njeriu dhe besoj do të vdes. Patjetër. Dhe në këtë linjë, pra ne i bëjmë pyetje shumë personale ChatGPT-s, madje disa njerëz e përdorin dhe si terapist. Ose është shumë e thjeshtë, por nuk është vetëm as tek informacioni i drejt për drejt, për shembull në rrjetet sociale, nëse ti le të themi përdor një filter të caktuar për imazhin tënd, atëherë ajo tregon ndoshta që domethënë mund të bëhen hulumtime të jashtëzakonshme duke qenë se ti ke akses tek këto të dhëna, por dhe te meta të dhënat. Pra, dhe tek momenti që ti e ke postuar një foto të caktuar, ti shkon në një foto sa qëndron atë foto. Disa foto ne i heqim direkt, dhe të tjerat ndalojmë më gjatë, tregon një interes më të lartë. Ka pasur një studim para disa vitesh se si vajzat adoleshente që fshinin fotot e tyre, selfies të tyre, u reklamoheshin më shumë produkte bukurie ose produkte për imazhin e tyre, domethënë, dhe në disa shtete tani më është vendosur që duhet shkruar atje që kjo foto është e edituar, dhe në televizion për shembull, për të mos krijuar një presion psikologjik të rinj. Por për sa kohë ti je aty, ti jep të dhëna. Patjetër një mënyrë apo një mundësi për të marrë të dhëna. Teknikisht. Ti rikthehemi edhe një herë maskut dhe platformës X, ose më i njohur gjërësisht paktën në Shqipëri ende si Twitteri, për prakticitet më së shumti. Ju referova të dhënave që na vijnë nga vetë kompania lidhur me humbjen e përdoruesve në Evropë. Mendoj që janë pikërisht shihet që e bëjnë këtë humbje, mund të jetë ky një prej faktorëve?
Patjetër, pra është një lloj rezistence politike nga mënyra se si është reklamuar për shkak të ndryshimit të rregullave që platforma ofron. Nuk e di nëse mund të themi shije, ose nuk e di nëse mund të themi një lloj organizimi social, një lloj rezistence një lloj rezistence e përbashkët, dhe ndoshta jo aq shumë ndoshta përkundrejt platformës, por ai sa rolit që Musk mbarti të paktën për gjatë 100 viteve të para të qeverisjes. Por gjithmonë këto janë aludime dhe janë dhe lëvizje që ekziston dhe një lloj kohezioni për të rezistuar formave politike për të cilët njerëzit nuk dakordsohen. Por në mos gaboj ishte diku tek 10% të dhënave, domethënë e përdoruesve në rastin më të mirë, që është një humbje domethënëse, por për sa herë që shohim ndryshime kështu të menjëhershme, ekzistojnë edhe humbje domethënëse. Ti ke bërë një studim pak kohë më parë që lidhet me përdorimin e rrjeteve sociale nga të rinjt shqiptar, apo jo? Po. Çfarë duam ne më së shumti? Si e përdorim ne teknologjinë, si i përdorim ne platformat e mediave sociale? Jemi tradicional, pra që ndrojmë te këto Instagram, dhe nuk e di tjetër se çfarë mund të quhet tradicionale në një botë me një teknologji vazhdimisht në ndryshim, por çfarë mund na tregosh përmes atyre të dhënave të mbledhura nga ky studim? Patjetër, atëherë të dhënat në faktin ishim mbledhur për qëllim për të ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat nuk kanë kapacitete që të punësojnë menaxherë të rrjeteve sociale, dhe thjesht për t'i orientuar ato se si duhet i përdorin rrjetet sociale përkundrejt targetimit të të rinjve. Por nga kjo anë mund të studiojmë dhe si të rinjt i përdorin rrjetet sociale në vetvete, pa e kuptuar ndërlidhjen. Pra të shohim sjelljen e të rinjve. Pikërisht. Kështu që për shembull tek rrjetet sociale që përdorim, këtu un kam rreth 1500 të dhëna, por kemi një bajes të vogël se shumica ishin vajza që janë përgjigjur pyetësorit. Janë pak më të gatshme vajzat. Po, në fakt ka studime që thonë që janë më të gatshme për të plotësuar pyetësor, por edhe mënyra se si u shpërnda pyetësori ishte nëpërmjet rrjeteve sociale dhe duke marrë dhe ndihmën e disa influencerave që ndoshta i ndjekin më shumë vajzat. Kështu që shohim që Facebooku ka psuar, domethënë ka një ulje, nuk është aq i famshëm. 95% e personave përdorin Instagram, që është dhe në fakt duke qenë se pyetësori është ndarë në rrjetet sociale, bën sens. Pastaj Twitter është vetëm 20% e personave që thonë që kanë një llogari në Twitter. Të paktën atëherë ishte Twitteri, tani është X. Shohim që Facebooku ka vetëm 66% përdorues nga ata që janë përgjigjur pyetësorit, por 87.9% kanë po ashtu WhatsApp. Nëse konsiderojmë WhatsAppin një rrjet social, thjesht për hir të faktit që aty mund të krijosh grupe dhe tani më është i lidhur me gjithë tërësinë e metas në vetvete dhe të dhënat merren dhe nga aty. Pastaj shohim që dhe njerëz të tjerë, unë e kam vendosur dhe YouTube-in si opsion, sepse dhe YouTube-i nëpërmjet komenteve krijon atë idenë e komunitetit e tjerë, dhe 60% e njerëzve kanë një llogari në YouTube, ndërkohë shohim shifrat për YouTube-in do ishin pak më të larta. Po, atë mendova dhe unë, por ndoshta nuk kanë një llogari, pra pyetja ishte a ke një llogari në këtë rrjet, ndoshta futen, shohin diçka dhe dalin, ose kanë një llogari në mënyrë automatike, por nuk janë të dienishëm që e përdorin për të komentuar etj. Po ashtu shohim që për këta të rinj, pra që kanë qenë pjesë e pyetësorit, janë pyetur për reklamat, duke qenë se pikërisht këto ads-at e famshme është mënyra se si njerëzit mund të influencohen për të ndryshuar opinionet për produkte, për shërbime, për dhe opinione politike. Dhe pse duhet tekstuar që nuk është mënyra e vetme, domethënë thjesht fakti që ti has një realitet tjetër, nëse unë shkoj në homepage-in tim në Instagram dhe ti shkon në tëndin, ne shohim gjëra krejt të ndryshme. Dhe kjo na krijon një perceptim të realitetit të ndryshëm dhe kjo është problematike në vetvete, por nëse ndalojmë vetëm tek ads-at, shumica e njerëzve mendojnë që ato janë të bezdishme, 67%. Patjetër. Edhe këtu biem dakord, besoj edhe në të dyja, që krijon një lloj bezdje në momentin që ti je duke parë diçka dhe krejt papritur del një reklam. Por njëkohësisht janë dhe informuese, pra për ta ekziston një lloj kontradikte, sepse po ashtu 49% kanë thënë që po, okay, ads-at janë të bezdishme, por janë dhe informuese, me disa njerëz që thonë nuk e di dhe disa të tjerë që thonë. Kanë ndonjë të dhënë lidhur me ndikimin që mund të kenë patur? Në blerjet e tyre, po. Në fakt është një studim tjetër dhe mund të kthehemi tek ai pak më vonë, se sa indikon preferencat për produkte shërbime dhe preferencat politike. Por tek ky studim po ashtu shohim që njerëzit
nëse i pyet a kalon më shumë kohë se duhet në rrjetet sociale, sigurisht 71% thonë po, me disa që thonë nuk e di dhe të tjerë që thonë jo. Faktën vetdia është në nivelet që duhet. Po, por shumica e njerëzve kur u kërkuam që të raportonin sa orë kalojnë në mesatare në ditë në rrjetet sociale dhe kur i krahason këto të dhëna me studime të tjera, shohim që ka një nën raportim të orëve. Pra, nëse i bën thjesht pyetjen gjenerike, a kalon më shumë kohë se duhet, ai thot po. Por nëse ti kërkon të deklaroj orale, shohim që të paktën te ky studim me vetë deklarim ka një nën raportim nga studime të tjera që edhe u kanë kërkuar të monitorojnë mund të jetë një ndjenjë faj mendon që e shkakton ose pa dia, pra ti mendon që kalon më pak kohë se sa kalon realisht, sepse mendon që duke futur 5 minuta çdo një orë, nuk mendon që ato akumulohen në një totalitet të tyre. Po ashtu, diçka që lejon pikërisht këtë impaktin e lartë, le të themi të reklamave etj, janë ato terms and conditions, pra rregullatorja. Dhe kjo është shumë e bukur, ne kemi bërë në fakt me Silvën një diskutim paraprak lidhur me terms and conditions dhe më tha diçka të cilën me zor po pres që ta ndajmë me të gjithë ju për të kuptuar se sa të vëmendshëm jemi apo jo. Pikërisht, pra në fakt ne nuk i lexojmë terms and conditions. Nëse unë them këtë dhe pa një studim parë, mendoj mund të bijem dakord që ne nuk i lexojmë. Ka disa arsye, ato janë tepër të gjata, janë të ngatruara, dhe mendojmë se bezdi, pra nuk duam të shikojmë ato pop-ups në telefon, duam të kalojmë, vazhdojmë me procesin që duam të bëjmë, dhe kur proceset e regjistrimit në një platformë janë shumë të gjata, bezdisemi, sepse jemi të inunduar, ka jashtëzakonisht shumë informacion dhe shumë gjëra që duhet të bëjmë, por shumica e njerëzve nuk i lexojnë terms and conditions, tani duke i pyetur a i lexoni, vetëm 66% kanë thënë jo. Mua më duket pak e dyshimt, nëse vërtet edhe këtu vazhdojmë të qëndrojmë tek i njëjti opinion që ndoshta shifra është akoma në raportuar, po, pikërisht, plus ka shumë probleme sigurisht edhe me metodologjinë në momentin që jo të gjithë e lexojnë çdo pyetje me detaje, por që shumica e njerëzve i lexojnë dhe përpasoj mund të themi që okay, jemi dakord që njerëzit nuk i lexojnë, kjo nuk është një surprizë e madhe. Por, dhe sigurisht shumica e njerëzve po ashtu i mendojnë që ato janë tepër të gjata për t'i lexuar. Por studimi tjetër kishte ndërtuar një rrjet social fiktiv dhe kishte vendosur terms and conditions të natyrës ekstreme, pra dhe që ti i gatshëm të japësh fëmijën tënd të parë në këmbim të përdorimit të rrjetit social dhe normalisht ishte një përqindje jashtëzakonisht e lartë e njerëzve që nuk e kishin kapur këtë gotcha clause, domethënë. Dhe është shqetësuese, sigurisht ato rregullohen nga rregullatorët, pra ti nuk mund të vendosësh çfarë do lloj atje, është në çdo frame ligjor ka një lloj le të themi kontrolli, por njëkohësisht kjo tregon për një vetdije të ulët, për çfarë je i gat, domethënë që fakti që Facebooku mund të përdori të dhënat e tua për të trajnuar modelet e tij të AI për shembull. Një gjë tjetër. Kështu që ndoshta duhet një lloj edukimi më i përgjithshëm dhe nuk mund të vetëm të merremi me përgjegjësinë individuale, ndoshta duhet që njerëzit në shkolla ta kenë pjesë të programit që të edukohen se si terms and conditions mbi çfarë bien dakord, të paktën në këto platforma që dim që i përdorin të gjithë. Të cilat gjenë një përdorim të gjerë tek secili qytetar, dikush mund të jetë admirues më i madh i Facebookut apo Instagramit, kjo ka pak rëndësi, por e rëndësishme është që në një farë mënyrë apo në një tjetër, të dhënat e gjithë secilit prej nesh janë të ekspozuara, pastaj mos harrojmë edhe faktin që ne po i përdorim edhe si një mjet biznesi këto rrjete sociale kohët e fundit. Cili është, po themi, mjeti më i mirë i biznesit në Shqipëri aktualisht? Instagrami sepse ka shumë përdorues, kështu që dhe Facebooku shohim që ka një ulje, sidomos në grup moshat e reja që tentojnë të blejnë shumë online. Kështu që në Instagram janë njerëzit, atje ku janë njerëzit të shkoa e tyre dhe përpasoj ekspozimi për kundrejt produkteve dhe shërbimeve. Silva, ndalemi tek një studim i fundit, që është pronësia publike e rrjeteve sociale. Çfarë mund të themi? Sa të gatshëm jemi ne të kemi një pronësi publike të rrjeteve sociale? Çfarë, po themi, na afron apo na largon nga të pranuarit e këtij fakti nëse bëhet mëtej një hap i radhës? Po, pra, duke qenë se deri tani parashtruan problemet, duke ndaluar 2 minutat dhe të zgjidhjet,
Njëra prej tyre pra ishte edukimi, që e tham. Tjetra është pronësia publike e rrjeteve sociale. Tani ne mendojmë që rrjetet sociale janë ai sheshi publik i ri. Nëse kalojmë që në Greqin e lashtë, sheshi publik ku njerëzit diskutojnë, edhe njerëz që ti nuk do t'i dëgjosh, ndoshta duhet të kenë një platformë ku ata të shprehen, pra sheshi publik është për të gjithë. Nuk e dim nëse rrjetet sociale mund t'i kategorizojmë si të tilla, por nga koha që ne kalojmë atje, nga fakti që ne trajtojmë gjëra të natyrës personale, të natyrës politike, adresojmë shqetësime me njerëzit e tjerë që ndajnë të njëjtat problematika si ne, atëherë mund ta quajmë një shesh të ri publik ku diskutohet publikja. Dhe ndoshta duhet që kjo të jetë publike, pra të jetë e zotëruar nga publiku. Tani, çfarë do të thotë që diçka të jetë e zotëruar nga publiku? Do të jetë e zotëruar nga qeveria, do të jetë e zotëruar nga një institucion publik tjetër. Dhe unë kam bërë një studim tjetër me më pak njerëz dhe pjesëmarrësit demografit ishin njerëz të rinj nga 18 në 35 me një balancë gjenie totale dhe ishin kryesisht nga Shqipëria, Kosova dhe Italia. Dhe pyetja ishte nëse do të kishte një version të zotëruar publikisht, pa e qartësuar se si, dhe rrjetet e tjera sociale janë akoma available, pra janë aty, mund t'i përdorësh nëse do, sa i gatshëm do t'ishe ti që të përdorë versionin publik nga 0 në 10. Dhe shohim që kemi 3 grupime të dhënave, pra nëse ka pak njerëz dhe 1, 2, 3, por shohim që shumica janë 3 grupime masive, shohim që 17.3% janë tek 0, absolutisht jo të gatshëm. Shohim që 16.3% janë tek 5, goxha neutral, pra të pavendosur mund t'i quajmë, dhe 17.3% po ashtu janë tek 10, me përqindjet e tjera të shpërndara në mënyrë të pakonsiderueshme tek numrat e tjerë. Por le të themi mund të shohim 3 grupime, ata që absolutisht nuk donin që të përdorin një version publik, ndoshta nga shqetësimi se qeveria është invazive në proceset e tyre, dhe ata që janë totalisht të gatshëm ta bëjmë këtë gjë. Kështu që do ishte interesante nëse një rrjet i tillë do shihej. Tani, të pyes ty për qëndrimin tënd, nëse do të gjendeshe përballë diçka e të tillë, do ishe e gatshme që pse jo ta përdorje? Një studiues i mirë nuk supozohet që të bëjë një qëndrim normativ të paktën kur shpërndan dhe të dhënat e personave të tjerë, por që sigurisht që ne jetojmë në një sistem në të cilin publikja është qëndrore, pra ne nuk zotërohemi të paktën në letër, ne nuk zotërohemi nga kompani. Përpasoj, mënyra se si supozohet të paktën të organizohet në Shqipëri, sistemi shëndetësor, sistemi arsimor, etj. Fakti që ti voton, që ti ekziston në hapësirën publike, je pjesë e kësaj, pavarësisht se çfarë qëndrimesh ti ke dhe preferencash ti ke për sa punë të mira apo të keqe kanë bërë qeveritë ndryshme. Përpasoj, duhet të ketë të paktën një alternativë të publikes që dhe ato të dhëna shumë lidhen, le të themi, të trajtohen dhe të përdoren për të kuptuar preferencat e njerëzve dhe për t'u treguar, domethënë, pra në shërbim të publikes. Pastaj sigurisht ka shumë problematika me besueshmërinë e ulët që mund të kenë njerëzit në institucione. Pra dilema etike të cilat do duhet të diskutohen. Po, dilema më shumë të besimit. Pra, sa besojnë njerëzit në shtetin e tyre? A kanë besueshmëri të lartë, a mendojnë që shteti i tyre është i qëndrueshëm, që do më të mirën e tyre, do të mirën e publikes, apo mendojnë që shteti i tyre është është kundër tyre, kështu që kjo është një çështje tjetër, por ti jeton në një shtet. Do apo s'do, sistemi jot shëndetësor, sistemi jot arsimor janë pjesë e kësaj. Media, po ashtu ne kemi media publike. Kështu që pse jo, dhe kjo është një formë e re e medias që të ketë një alternativë, pra jo të heqim ato privatet, por të ketë dhe një alternativë publike, dhe pse nuk e dim sa realisht njerëzit do donin t'i përdornin. Megjithatë, na mbetet të bëjmë edhe studime të tjera se ndoshta me kohën që ndryshon edhe qëndrimi. Silva, falenderoj shumë që ishe në start.